Në kësë lloj maratonash, nuk futet maraton me 61 deputet. Nesër një flam i bjen një deputetit, çfarë do të bëjë Albin Kurti? Çfarë ligji do të mund ta kaloj? Kështu që unë besoj fuqishëm që mundësi tjetër pas koalicion nuk do të ketë. Na do të kemi zgjedhje. Unë besoj fuqishëm që vera do të na gjejnë zgjedhje. Kjo është edhe një lëvizje shahmat që tenton ta bëjë Albin Kurti. Ta shtyj sa ma shumë konstituimin e kuvendit. Ska kjo lidhje me ardhjen e diasporës? Aty është edhe qëllimi i tij. Do me thonë që të vi diaspora të vazhdojnë me viktimizimin e tyre të cilin e kanë tradit dhe tentojnë të fajsojnë opozitën pse këta nuk kanë arrit me konstitu kuvendin, që kanë pas grunë ma të votume në Kosovë, grunë e cila ka qenë nuk ka qenë asnjëherë bashkëpunuese, por ka qenë një ndër gratë më përqarës në kuvendin e Kosovës. Po edhe një gjatë tjetër nuk do të harroj Albin Kurti, që Albin Kurti asnjëherë prej që është në pjesë e Parlamentit të Kosovës nuk e ka votu një kandidat për deputet. Nëse i rikthemi historikut Parlamentit prej 2010-s kur vetëvendosja është pjesë e Parlamentit Republikës Kosovës, Albin Kurti për asnjë kandidat nuk e ka çu dorën deri në fond Glaukun Njufsën që ka pas të tij. Pra, unë besoj që çka të mjall shkim e korr. Kjo mund të jetë një akmarrje. Kjo është një akmarrje totale e cila vjen nga opozita, po unë besoj që opozita është në të drejtën e vet. Ligji nuk e detyron që të votoj pro. Ligji nuk jep afate, kështu që ata vazhdojnë aty ku e kanë pjesën e vet, që shohin mirë. Secila parti ka propozuar emrat, lëvizja vetëvendose nuk don bashkëpunim, kështu që edhe me argjimtarët shpresoj që nëse zgjedhet më anë verë, të kemë parasysh këto gjëra që kur të vinë me votu, të jenë të kujdesshëm në përzgjedhjen e tyre, pasi që vetëm me Albin Baba nuk besoj që mundi me na bëni favor neve. Zotër Veliu, përveç Konjuftës, cili do të mund të ishte ndoshta një emër tjetër i deputetëve të vetëvendosjes që do të mund të arrinte kështu një votë të partive tjera? Po tash, unë me thënë të drejtën çështjen e kryetarit të parlamentit nuk e shoh problem për zgjedhje. Unë e shoh problem që lëvizja vetëvendosje nuk ka. Tek pozita e kryeparlamentarit kemi ngecur. Për atë dhe po bisedojmë. Mendoj se opozita ka bërë të qartë se në rast të një kandidati tjetër është përmendur zonja Bugujesi, pastaj edhe Selimi, në qoftë se këto dyja, njëra nga këto dyja do propozohet, të paktën do të kenë votat e Aleancës për Paramarinë e Kosovës, të cilat do të jenë të mjaftueshme për zgjedhjen e kryeparlamentarit. Po për ty Dili? Tash, emra pa ludohen. Kemi edhe Dimajl Bashën si emën konkret. Sipas juve, kush do të mund të ishte? Unë po besoj për vetëm Glaukun Njufsës, asnjë tjetër nuk do të mund të merrte. Pse e shihni kështu? Ka një 4 vjeçar si